Kush janë ato që teprojnë? Ato që teprojnë janë që pretendojnë se e duan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe shpikin gjëra që nuk kanë bazë në sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra poezia të ndryshme e lavdërojnë e ngrejnë pozitën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam gati se thuajse në pozitën e Allahut azza wa jall, me pretekstin se e duan shumë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kurse ne thamë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë mos më ngrini mua, ashtu siç e kanë ngrit krishterët Isain, të birin e Merjemës. Po thuni se un jam robi i Allahut dhe i dërguari Allahut azza wa jall. Prandaj ka thonë njoni një poezi, thot ja akramul khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hulul al hadith al imami. Thot o ma i ndershmi i krijesave, un nuk kam dikan tjetër posteje. Pra kalon në adhurim të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nuk kam unë tjetër posteje që të më mbroj mua kur të ndodhit tronditse, pra ditën e Kiametit. Pastaj çka thot? Illam takun fi ma'adi akhidhan bi yadayya fadlan wa illa faqul ya zallat al-qadami. Thot nëse ti në botën tjetër o Muhammed nuk më ngjit për dorë, nuk më kap për dorë, pra nurën e siratit, me më shpëtu, thot unë me siguri kam të mia, kam për të rëshit dhe kam për të ra në xhenem. Haron se Allahu azza wa jalla është ai i cili shpëton. Allahu azza wa jalla është ai i cili të mbron ditën e gjykimit dhe të forcon. Jo Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam do të lutet, Allahumma sallim sallim. O Zot shpëtoj, ama ai nuk ka dorë kur gjë. Ai që shpëton me të vërtetë dhe që të ndihmon është Allahu azza wa jalla.